Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin lidhur me ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka është dënuar me 3 vite burg, e ndërsa përfiton në zbritje të dënimit me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në fund, QKK vendosi shuarjen e masës. Gjithashtu shpallën fajtori dhe 6 të panderut të tjerë të dosjes, ndërsa për Jetmir Llapaj nuk shpall pafajësia. Verdikti u shpall nga trupa gjykuese, teksa ish zyrtari i lartë ishte hetuar, arrestuar, gjykuar dhe dënuar edhe për rastet e inceneratorëve të Elbasanit dhe Fierit. Në përfundim, duke përllogaritur kohën e paraburgimit dhe çështjes së arrestit, GKK vendosi shuarjen e masës së sigurisë për këtë dosje. Koka do të qëndrojë edhe 5 vite larg çdo funksioni publik, ndërsa është shpallur fajtor dhe Bledar Karoli, i cili u dënua me 3 vite burg me gjykim të shkurtuar. Dënimi i ulet në 2 vite dhe ai do të qëndrojë 5 vite larg nga funksionet publike. Taulan Tushe u dënua gjithashtu me 3 vite burg, por me gjykim të shkurtuar, dënimi i atij ulet në 2 vite. Edhe Tushe do të qëndrojë 5 vite larg nga funksionet publike. Namik Simixhiu është dënuar me 3 vite burg me gjykim të shkurtuar, dënimi i ulet në 2 vite dhe me shuarje të masës së arrestit dhe heqje të drejtës për funksione publike. Valbona Ballxhini u dënua nga GKK me 2 vite burg me gjykim të shkurtuar. Dënimi i konvertohet në shërbim prove sa dyfishi i mbetur i pjesës së shlyerjes së dënimit. Sidita Kobliku është dënuar nga GKK me 1 vit e 6 muaj burg me gjykim të shkurtuar, ajo përfiton ulje të dënimit në 1 vit, i cili konvertohet në punë në të mirën publike, si dhe 5 vite pa të drejtë funksionesh publike. Fation Murati është dënuar nga GKK me 3 vite burg me gjykim të shkurtuar, këtij të fundit i ulet dënimi me 2 vite, si dhe do të qëndrojë 5 vite larg funksioneve publike. Sipas prokurorisë, të panderurit akuzohet se ndihmuan në shkeljen e ligjit. Në dhënien e koncesionit të inceneratorit të Tiranës, 2 administratorët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri.